më shpejt firmos largimin e tij se sa Belinda Ballukut. Jo për korrupsionin, jo për atë që Belinda Balluku mund të thotë në SPAK, se SPAK-u i ka të gjithë dosjet. Dosjet kanë ardhur. Nuk janë dosje që janë bërë këtu. Hetimet kanë ardhur, ashtu si që erdhi për Akshin, që erdhën nga Italia. Por, çfarë ndodh? Nëse Belinda Balluku do ta shkarkonte Rama, do kriste lufta rrugës, dhe Rama ka hallin në kokës vetë. Jo të SPAK-ut. Këta e transferojnë sikur po hoqi Belinda do flasi, si foli, si e hoqi, si se hoqi Belinda do flasi, asu si që foli Erion Belia. Erion Belia nuk foli sepse kërkoj që të tregon të Ramën. Po para fakteve ishte i detyruar brënda në burg, ishte i detyruar të tregonte dhe të shfaqësonte veten e tij para fakteve që ishin konkrete në dosje. Pra, nuk kemi lidhje fare. Pa ne që para politikun ta. Se këta nuk bëjnë një lëvizje politike. Dhe lëvizja më e mirë në atë momente ishte kjo. Të dilin, të vinin kryeministri dhe të merrnin SPAK. Pastaj, a vepron dhe SPAK-u, as vepron dhe SPAK-u, ky është problem tjetër. Qartë, mirë, zoti Merkoçi. Sa i thia unë se i tha ai se e kërcënoi. Për çfarë kërcënoi Belinda? Për çfarë do e kërcënonte Belinda? E qartë, mirë, unë do doja të... Nuk ka qenë, sepse gjërat merren në vimësi. Politika ka një të keqe, nëse nuk e ndjek ditë për ditë dhe nuk e nohat, je kot. Qartë. Belinda nuk ka qenë për të vënë zëvendës kryeministën mandatin e 4. Është vënë sekondin e fundit. Dhe ata që e vënë tani, ata nuk e lejnë me heq. Dhe pra ne Rama bën gjithë të luftë. Rama ka hallë, unë nuk kam thënë, Rama do ta shkarkoj Belinda Ballukun vetëm me një vendim gjykate për të justifikuar shkarkimin. Po jo se do ta mbroj dhe nuk e shkarkon. Se tjetë thjesht, vetëm për Belindën e kishe shkarku 70 herë. Mirë, zoti Merkoçi, shkurtimisht për ta mbyllur, sepse kemi arritur në limitet e kohës. Të doja të dija se çfarë mendoni tashmë për situatën politike brenda Partisë Demokratike dhe një herë azi edhe për lëvizjen e zotit Saliani. Brenda Partisë Demokratike vazhdon në njëjtë situatë 35 vjeçare, aty komandon Sorosi, me që e do shkurt fare. Aty komandon Sorosi, për sa kohë Sorosi bën ligjin aty në atë parti, nuk ka absolutisht asnjë lloj lëvizje tjetër. Saliani bëri një lëvizje të cilët unë ja kërkova publikisht, edhe Salianit ja kam kërkuar, kam thënë, e ke takime apo lëvizje, për sa kohë nuk e ka ndarë mendjen që e ka takime apo lëvizje, sepse është shumë e thjeshtë bësh takime dhe është e vështirë të bësh lëvizje, sepse kur bën lëvizje duhet të nxjerrësh platformën tënde, duhet të nxjerrësh objektivat që ke dhe atje ku do shkosh, që ti kur shkon takon antarët e partisë duhet të shpalosësh në qoftë alternativën, qoftë edhe synimin. Në një moment kur ti nuk shpalos as synim, as alternativë, po e bën një takim edhe me fillojnë edhe zihen, domethënë, a kishe ti 5, a kishe unë 7, kjo nuk është as politike një herë, e para, nuk është lëvizje politike. Kjo është lëvizje, unë fillimisht e kam quajtur një luftë brenda jo Sali Berishës edhe Ervin Salianit, por nëmjet Gazbarit edhe Ervin Salianit, sepse Ervin Salianit duhet ta kuptoni që ishte koptuar në kryesi dhe asnjëri nuk e hapi gojën dhe tha si u erdhi ky njeri me vendim të kujt? Sali Berishës? Po pse çfarë Sali Berisha? Ka partinë vet që këdo Sali Berisha fuska në kryesi, këdo heq. Dhe sot që e heq, sot thon pse e hoqi pa vendim. Po pa vendim ka ardhur. Qartë. Dhe ta heqi, do ta heqi. Se ai e solli e i e heq. Dhe unë e di se ç'a veprimi s'ka bërë. Dhe çuditshme se edhe në Këshill Kombëtar, që dëgjova, nuk dëgjova që pyetesh dikush, ore, si u mor ky vendim? A ka një vendim ose kryesia? Po nuk mund dali tani flamur noka e të përsërisi portavoce Sali Berishës. Ato që thot Berisha, jo vetëm flamur noka, ata të gjitha ty ashuja. Ç'a thot Berisha, thon ata. Njerëz të cilët nuk kanë integritetin e tyre, nuk kanë moralin e tyre, nuk kanë dinjitetin e tyre, nuk kanë bërë njëherë një lëvizje. Dhe unë për ne e thësh edhe Saliani, e ke takim apo lëvizje?
Po nuk bëhet kështu. Dhe Partia Demokratike për ne ka ardhi në këtë drejtë. Sepse, jo vetëm ata, janë gjithë partitë politike në Shqipëri kështu janë. Të gjitha janë në këtë lloj forme. Po ti marrësh kryetarët e partive, edhe këto të reja gjoja që dolën, po të marrësh dhe të pyesësh kush është rivali i tij, asnjë s'di. Vetëm emri, edhe kur përdorin emrat e kryetarëve të partive. Nuk thon Partia Socialiste, po thon Rama, nuk thon Partia Demokratike, thon Berisha, Llapa, Mapa, Çori, ku diun. Emra partish i zhdukin. Autokrat. Që kur lindin autokrat. Pse? Sepse mungon e djathta në Shqipëri. Nuk ka parti të djathtë që të bëjë reakcion, që të ketë edhe populli të kuptojë jo valla se çka ka. Këto janë gjithë njësoj. Në njëjtën mundësi siç ka qenë dikur. Vazhdojmë 83 vjet me të njëjtën mundësi, udhëheqim dhe drejtojmë politikën, që këta e quajnë politikën, prapë ja u ripërsëris, këta janë para politik, nuk janë politikan. Këta janë gjithë në agjendën e Sorosit. 35 vjetë Shqipëria ka bërë agjendën e Sorosit. Dhe vazhdojnë me atë agjendë. Dhe e vërtetur, kur firmosin për Shabani. Njëri unë e Sorosit dhe firmosin Partia Demokratike. Ta që qatë i themu të në? Ta një parti që nuk pati kurajon, civilet, bëndi një shkres të dërgonin bashki për t'i heqë titullin qytetarën dhe e Sorosit. Në të gjithën kohë që Amerika e ka shpallur Sorosin në organizat terroriste, jo kriminali, po terroriste. Dhe këtu, kjo parti e cila pretendon që është parti e djathtë nuk është, pretendon se ndjek politikën e Trumpit, nuk bën një lëvizje të vetme ka shi Sorosin. Atëherë, dhe kanë njësës pasaj që thonë që janë gjithë bashkë. Po pse bën numra atje? Atje në sallë kuvendit, kujtosi me atë i Mushemenin Miletit, vete zgjedhë dhe vetë në flak. Nuk është kjo. Partia Demokratike është partia e qendrës. Ka hik ai nocioni që ne krijuam atë parti, që është në 90-ën, si një parti të djathtë për të përballur me të majtën, po për parti të qendrës. S'kam nevojë për parti të qendrës, aty janë. Socialdemokratët aty janë. Atëherë ne mendojmë parti të djathtë. Nëse ti e partina rrëshket, ke qendra dhe majtës, s'është më partia. Nëse ti ndjek politikën e Sorosit, nëse ty njerëzit e Sorosit ke aty brenda, dhe këtë nuk është se po ja u them sot. Unë këtë e kam deklaruar mes Partisë Demokratike kur në primaret e para dhe thash për sa kohë Soros i komandon në këtë parti. Dhe asnjëri nuk reagoi. Edhe Saliani ka qenë aty. Nuk ka reaguar. Edhe këta që dalin sot edhe Gjoja shajnë Sorosin. Edhe këta nuk kanë reaguar. Sepse janë deputet, apo e qyjnë vetëm politikan, se këta sa marrë një karton deputet e qyjnë vetëm politikan, janë famos këta. Që qyjnë vetëm politikan, nuk kanë bërë një lëvizje politike. Nuk më gjeni një kaos të djathtës që e quajnë këta në thojza janë e djatht, që kanë hedhë një kaos, që kanë dhënë një zgjidhje. 13 vjetë në opozit dhe nuk ke asnjë lloj alternative, do të dalim protest dhe të gjithë partitë, po t'i vesh re, të gjithë partitë thotë do dalim protest. Atëherë unë shtroj pyetjen, ju jeni jo para politik, po foshnjërak politik. Pse? Po më gjeni në një vend botës që partitë politike dalin në protesta e revolta. Dalin sindikat. Nuk dalin partitë politike, nuk rrëzojnë do të partitë politike qeveri. Në 91 kur jemi ngret, kemi krijuar sindikatën që kemi hedhë qeverinë nano. Partia Demokratike humbi zgjedhjen. Dhe megjithatë ne u çum, bëm atë revolt.